Në një tjetër bashkëbisedime ndjekësit online në rubrikën Sy-më-sy, kryeministri Edi Rama u diposh zërat se PS ka vjedhur programin e opozitës. Me ironi, Rama e quajti qesharake këtë akuzë. Ju qajnë hallin pensionistëve, qajnë hallin edhe që u kopjua programi. Kjo e kopjimit programit është që janë më qesharake në botë. A thua se bëhet fjalë për ndonjë kod atomik. Thua se bëhet fjalë për ndonjë kod kasaforte të ndonjë sekreti, kodi Da Vincit. U kopjua kodi Da Vincit, o zot, o zot. Rama qartësoi se nëse opozita vjen në pushtet dhe nuk ekziston asnjë mundësi që Shqipëria të futet në BE. Kjo është kot, se në të gjitha rastet, po qese do marri Shqipërinë, do ta marri pavarësisht se kush fiton në Shqipëri. Janë mohabetet e njerëzve që ju ka ecur jeta shumë mbar, me thënë drejtën. E njëra atë llok i madh. Shpresën e demokratëve se do të fitojnë në 11 maj me prezencë të konsulentit amerikan Lasivita, Rama u përpoq ta shuante. Tu bëhet fjalë për individ që janë me problemet hapura me drejtësinë, problemet hapura që s'dihet kur mbarojnë, nuk dihet si mbarojnë, nuk dihet a janë kaq apo ka më shumë. Tani si mendoni ju që Bashkimi Evropian këto nuk i merr në konsiderat, apo Bashkimi Evropian është një studio konsulence që paguhet me kush e di se sa, kush e di se sa dhe kush di se si paguhet, me thënë të drejtën, dhe vjen nga Amerika këtu se paguhet, edhe bën fushat për një palë, edhe këtu mbyllet filmi. Po jo, se nuk mbyllen kështu filmat me Bashkimin Evropian, janë ndryshe. As me Amerikën, jo. Teksa i kërkoi votën shqiptarëve për të garantuar një fitore të 4 në 11 maj për të dërguar mesazh Brukselit, në mbyllje ai u ndalte një tjetër merak i komentuesve. Me sa sheqer e pi kafen, zero sheqer. Pile kur më thonë, a do sheqer, them jo se jam shumë i ëmbël vetë. Në fakt jam më i ëmbël se sa duken në të vërtetë.